Ndalesa e radhës është në restorant Rilindja, një nga restorantet e para që është hapur në Valbon, një nga pionerët e turizmit gastronomik të Valbonës, dhe sot ndodhem me shef patron të Rilindjas, me Osvaldon. Osvaldo, mirë se të gjetëm. Mirë se erdhë. Si duket ky sezon? Si startim sezoni duket shumë mirë. Ka nisur turistët e huaj, gjithashtu edhe shqiptarët. Bazohemi te kuzhina tradicionale e Zotës. Nga janë më shumë ti turistët vizitorët që ju vizitojnë? Janë nga gjitha anët e botës, me thënë drejtën, janë përgjithësi janë Europa, gjitha shtetet. Shqipëria, Kosova, po flas për qytetet e tjera të Shqipërisë? Po, Shqipëria, Kosova ka shumë nga Kosova, po ashtu edhe nga Shqipëria. Osvaldo, kam një kuriozitet. Të bësh edhe shefin e kuzhinës, po ti je edhe një nga ortakët, një nga pronarët. Po. Në fakt, shefi i kuzhinës është kërkon shpesh herë nga pronarët, kur janë të ndara si pozicione, kërkon lëndë parë shumë të mirë, kërkon furnizime, kërkon pajisje. A bie ndesh kjo tek ti, domethënë duke qenë se i mbulon të dyja si pozicione? Nuk bie ndesh sepse kam edhe ortakun që janë pozicionet e ndara. Unë jam bazuar te kuzhina, përderisa kam mbarë të shkollën e kuzhinës, edhe kam kuzhinën pasion. Ndërsa ortaku tjetër merret me angazhimin e furnizimeve, gjërave tjera që ndodhen jashtë në sallën. Klientët që ju vinë, a janë më shumë sporadik, pra vinë me rezervime kështu, apo punoni edhe me agjenci dhe me grupe të mëdha? Kemi që vinë gjatë ditëve nga jashtë e kështu, por kemi edhe lidhje me agjenci turistike, me grupe të mëdha dhe me rezervime normalisht. Kam dëgjuar që bëni edhe evente, dasma, fejesa, domethënë duke pas parasysh ambientet jashtë, mendoj që është kemi një ambient goxha të madh. Organizojmë evente, ditëlindje, dasma, fejesa dhe kështu, po tjetër. Gjatë shëtitjes që po bëja jashtë, duke vizituar ambientet tuaja, vura re një open air cinema, që është pak e rrallë dhe pak e pazakontë për Valbonën. Për çfarë e përdorni, si funksionon? Ideja ka lindur për të bërë një kinema thjesht, për të vendosur filma, por me që kemi edhe botrorin e afër, kemi menduar edhe për shikimin e botrorit, natyrë, i kemi edhe vendet e zjarrit, normalisht që shërbejmë edhe shisha, lounge. Unë kam parë që aty është një bar veror, një tipik lounge, por në natyrë shoh njerëz që ulen në bar, shoh njerëz që ulen tek ato beanbags, pra është një koncept shumë i rehatshëm, mendoj unë, për turistët. Domethënë sa e vlerësojnë ato këtë dhe e vlerësojnë më shumë të huajt apo shqiptarët? Normalisht që e vlerësojnë shumë, po edhe të huajt e vlerësojnë më shumë se shqiptarët. Ndihen shumë komod, ndihen shumë si në shtëpinë e tyre. Pash që lexojnë libra aty, domethënë e kanë kështu si një zonë relaksi totalisht. Është zonë relaksi. Lumi afër, dëgjohet edhe zhurma e lumit, cicerimat e zogjve, shumë e bukur. Osvaldo, është një pyetje që unë ja bëj shpesh në fakt kolegëve, sepse patjetër jemi edhe kolegë, duke qenë edhe unë industrisë, në lidhje me një vendim që secili nga ne merr për jetën e tij. Pra ti ke mbaruar një shkollë kuzhine, patjetër që bota sot është e hapur për të shkuar kudo. Kush ishte arsyeja kryesore që ty të la në Valbon, që të jetosh këtu, që të punosh këtu dhe mos të lëvizësh jashtë si shumica e bashkëmoshatarëve tu? Perspektiva për të pasur një angazhim, një biznes në vendin tim, patjetër që edhe pranë familjes, edhe kam dëshirën e madhe që të vazhdoj përpara në vendin tim. A vuani për staf? Jo. Vuj pak, po. Ka pak... A di që në vitet e kaluara keni marrë staf nga jashtë? Këtë vit si jemi? Jemi të gjithë shqiptarë apo jemi... Jemi gjithë shqiptarë, kemi edhe disa të huaj. Si sillen ato të huaj dhe si sillen ju me ta? Domethënë na përshtaten kollaj? Është si një familje. Përshtaten shumë kollaj, i din rregullat e punës, normalisht që punojnë si... Po me gjuhën, si ja bëni? Din ato, fillojnë ato mësojnë shqip, apo detyrojnë ju që të kisni anglisht? Ka fillu të mësojnë shqipen, por flasin anglisht për moment. Po me klientët, si ja bëjnë ato, apo nuk janë në pozicione? Po, ndodh shpesh që janë në pozicione që flasin me klientë, edhe sepse kam ndihmë kuzhinierin e huaj, edhe ndodh shpesh që klienti vjen dhe kërkon që të flasë edhe shumë normal anglisht.
që punë angleze. Sa i përket kuzhinës, me furnizimet, do të thënë, duke pas parasysh që ky është një restorant i madh, një restorant që ka kapacitete të mëdha. Si ja bëni? Sa e vështirë është për gjetur lëndën e parë? Sa e vështirë është për të bërë këto furnizime? Jemi të lidhur me disa pika furnizimesh. Normal që gjëra që blehen në markete, këto ka fjalën, ndërsa për këto produktet e fshati, si bishat e këto që përdoren, janë gjithaj marrin në zonë. Pra bashkëpunoni me zonën me ato që prodhojnë në zonë. Që prodhojnë në zonë. Një nga veçantitë në fakt të rilindjes është edhe kampingu. Si funksionon, pse klientët apo turistët zgjedhin të bëjnë kamping kur kanë dhoma hoteli komode dhe të gjitha kushtet? Normalisht që ka njerëz që vinë me kampingje me makina, kampingu të vetat, dhe ne kemi shumë vite që e praktikojmë. Ju ofrojmë dushet, tualetet, restorantin e mirë, patjetër, barin, çmimet e lira. Edhe çadrat, besoj, edhe çadrat, po, patjetër. A është frikë të flesh jashtë? Jo, nuk është frikë. Nuk është frikë sepse ka të ndryshim edhe gjatë natës dhe nuk është që ka pas afrimitet të kazhë tegra. Osvaldo, me që jemi tek turistët, tani do na bëhen disa pyetje dhe patjetër disa përshkrime dhe ne do gjejmë nacionalitetin e personave, të turistëve që vinë te rilindja dhe ne të gjithë Valbonë. Patjetër. Gjerman. Norvegjez. Amerikan. Rus. Pse Rus, Osvaldo? Sepse nuk e kanë më shumë dëshirë hiking. Unë mendoj që nuk mund të jenë Rus, sepse në Rusi përgjithsisht besoj arrinjt janë të bardhë. Kështu që duhet jetë Amerikan, se këtu jemi me Ariun e Murmë, që është i zonës tonave. Ke pak drejt. Shqiptare. Angleze. Se gjetëm asnjëri. Asnjëri. Zvicerian. Unë mendoj, po, kësaj radhe mund të bijmë dakord bashkë, mund të jetë edhe zvicerian. Nordike, Suedi, Danimark. Jam dakord me ty. E humën të dy. Okej, mbas të përgjigjeve më të sakta i kishte Osvaldo dhe duket që unë jam larguar me kohë dhe duket që Osvaldo e jeton Valbonën çdo ditë, çdo sekond këtu dhe është në përballje të vazhdueshme me turistët, kërkesat e tyre dhe të gjithë shka që ato sjellin dhe duan për Valbonën. Osvaldo, faleminderit shumë për mikpritjen, për intervistën, për të gjitha gjërat që na ofruat sot. Shumë faleminderit edhe nga ju për orën e juaj, mirë se jeni orë dhe ju më presim çdo moment. Faleminderit shumë edhe sezon të mbarë. Hajde, cheers. Cheers. Këtu përfundon udhëtimi im 2 ditor në Valbonë me Potrip 4. Unë nuk naqa shumë, shpresoj të kem qenë një guide mirë për të gjithë ju sa herë që do ta vizitoni Valbonën. Shihemi në Potripin e radhës.